Dikur kam pasën që është një luftë e harruar, lufta në Ukrainë, dhe vërtet ashtu ndodhi derisa erdhi pastaj presidenti Trump, i cili bëri disa lëvizje në bazë të premtimit të tij që tha luftën e pushtoi për një javë. Në fakt, avash po bën një vit që ka ardhur në fuqi dhe luftën nuk e ka pushtuar. Por jemi në prag të zhvillimeve serioze. Kemi një draft paqeje i cili mendohet që do miratohet nga Zelenski, mirë po ka kleçka në mes. Për të diskutuar rreth kësaj dhe zhvillimeve në terren, ku janë forcat ushtarake, kush po përparon dhe kush po reziston, kam të ftuar këtu zotin Dritan Gozhaj. Dritan, më mbrëmë sëlla. Mbrëmë, mirë se gjera. Atëhere, kemi një plan paqeje nga presidenti Trump, i cili nga kundërshtarët e tij është akuzuar që është i përkthyer nga rusishtja. Pra bëhet fjalë që kanë përgatitur këshilltarët e Putin dhe ja kanë dhënë Witkoffit, ndërmjetësit të tij. Mirë po, lajmet e fundit janë që ka futur duart edhe Kushner në bisedime dhe duket pra që është një diçka serioze. Ti si e shikon, çfarë informacionesh ke? Shikoj, gjithë që paraqesit si plan paqe e para është një memorandum. Pra nuk është një marrëveshje, nuk është asgjë. Është një diçka e pavlerë. Memorandumi është diçka e pavlerë. Dhe këtë e thot në pikën e fundit të kësaj marrëveshje, pika 26, është ajo thotë që me nënshkrimin e këtij memorandumi fillon marrën pushimi. Pra kemi bërë memorandum. Memorandumi është një marrëveshje mirë kuptimi, pra. Po, gjën pastaj e bëjmë se bëjmë kur kush s'ka përgjegjësi pse e firmosëm këtë gjë. Pra s'kemi marrëveshje. Pra, është memorandum. Dhe ky memorandumi... Rusët janë mjeshur për të tilla hollësira. Jo, problemi është që këtu, pavarësisht se kjo thuhet që është e rusëve, nuk është e rusëve, sepse nga 26 pika, të 26 pikat në këtë aspekt janë, 25 pika janë kapitullim për Rusinë. Ashtu e mendon? Absolutisht është kapitullim për Rusinë. Le ti marrim gjitha me radhë. E para thotë që pika e parë thotë njihet sovraniteti i Ukrainës. Pra edhe Rusia që ta firmosë njeh sovranitetin e Ukrainës. Po si njeh sovranitetin e Ukrainës kur Rusia i ka marrë këto territore dhe i ka futur në kushtetutën e saj. Pra që të njohësh sovranitetin e një vendi, ai nuk i ka hequr, i bie që ti kthej territoret. Në qartë. Pra që këtu që në pikën e parë nuk mund të jetë favor të Rusisë njohja e sovranitetit të Ukrainës. Po. Pastaj kemi, unë po të marr disa pika kryesore. Pika tjetër kryesore që ka të bëjë me... Po gjithsesi ata thonë që njihet në terren, nuk njihet... Shiko, ti de facto dhe ajo pika thotë Ukrainë njihet në terren. Do ta njohim de facto, thotë ai, si vi front, po e njeh si vi fronti është edhe sot ai, sepse ti nuk po e shtyn dot vitin e frontit. Pra duke qenë se ti je i pamundur ta marrësh atë territor që ta ka marrë, ta rimarrësh, atëherë ti thua, "Okej, ky territori tashmë është, po ai është i ti." Pra ti de facto unë e pranoj që është i joti. Po ti s'po pranoj në gjë që nuk e ke pranuar deri më sot, sepse ti po lufton dhe s'po e merr dot. Pra jemi në këtë luftë. Pra s'është asgjë nga ajo që ti po bën. Për ditë po e bëjmë këtë punë. Pastaj thotë një pikë që fondet e bllokuara ruse, fondet e ngrirë ruse janë diku rreth $300 milion. Fondet e ngrirë ruse, 300 miliard dollar, të cilat po zihen kush ti marri Evropa apo Amerika. Në fakt s'ka ndodhur as në luftën e dytë botërore të ti merren fondet. Po, dhe tashmë në këtë material shkruhet aty që këto fonde do të përdoren për ndërtimin e Ukrainës, do të përdoren për të paguar garancitë amerikane dhe këto fonde ka një pikë do t'i përdori dhe do jenë në diskrecionin e Donald Trumpit dhe një bordi paqe që do ta drejtojë Donald Trumpi. Pra paratë e tyre do t'i drejtojë Trumpi si doj Trumpi, do t'i fusi Trumpi ku doj Trumpi dhe këta janë dakord që okay, ti merri paratë mia. Në këtë mes. Thot një pikë tjetër që do jetë një marrëveshje që Rusia do nënshkruaj një marrëveshje që nuk do ta sulmojë Evropën. Pra këtë bën Rusin tregoj që neve kemi ndërmend ta sulmojmë Evropën, por tash po nuk do të sulmojmë më Evropën. Pra ti e bën atë fajtor për diçka që ai nuk ka plan ta bëjë. Fare ishte, pra e detyron. E dyta thotë që Rusia do ta fusin kushtetutën e saj, pra do ndrojë kushtetutën e saj që Rusia nuk do sulmojë më asnjë vend. Do ta fusin kushtetutën e saj, do të thënë që në rast se nesër NATO do marri Azerbajxhanin, Gjeorgjinë e këto që Rusia e ka thënë që to territori që na afër me ti nuk ke futur në kushtetutë, nuk sul dot mua. Unë bëj çfarë duash ti s'bën dot gjë. Interesant. Pra këtë. Ka një pikë që thotë që
çështjen ushtarake, pra, çështja ushtarake, thotë Ukraina do mbajë 600.000 forca. Ndërkohë që Ukraina në fillimin e luftës i kishte 280.000 forca aktive. Sot i ka 850.000. Pra thotë do mbajë 600.000. Pra 3 herë më shumë se ç'kishte në fillimin e luftës 2022-shin. Jo vetëm kjo, po më bëri përshtypje, a është në gjendje një vend si Ukraina të mbajë një forcë të tillë kaq të madhe ushtarake? Aktualisht i ka 850.000 forca. Po mirë, po është në situatë lufte. Është situatë lufte, po nga këto fonde, pra nga fondet e ngrirëra ruse që do përdoren për këtë punë, ngritje këtë. Ka një pikë tjetër interesant që thotë që Shtetet Bashkuara të Amerikës i japin garanci Ukrainës dhe garantojnë që Rusia nuk do të sulmojë Ukrainën. Po në rast se Ukraina sulmon Rusinë, pra kërkon të marrë territoret që i ka Rusia, atëherë këto garanci neve heqin. Po mirë, po ai tjetër çfarë garancie ka? Po. Pra, kjo është është një lloj plani për të fituar kohë. Është një lloj Minsku i tretë. Pra kemi pasur 2 Minske, Minskun e parë në 2014 dhe Minskun e dytë në 2015. Dhe të dyja Minsket rezultuan që ishin plane paqe për të fituar kohë. Dhe këtë e deklaroi Merkeli edhe Hollandi. Po, e njëjta gjë. Po, pra njëjta gjë tash, të marrim kohë, të rindërtojmë ushtrinë ukrainase, të rindërtojmë gjithçka që mund dhe pastaj ta rifillojmë. Ta rifillojmë kur ta shohim ne të arsyeshme për ta rifilluar, do ta rifillojmë. Dhe plus që problemi tjetër që del në këtë është edhe çështja e marrëdhënieve që ky propozimi që ka vënë Trumpi, ka një ndryshim nga propozimi që japin këta evropianët. Kanë bërë edhe evropianët një propozim tjetër me 19 pika. Pra, ata kanë marrë kryesisht të Trumpi dhe kanë bërë. Dhe pjesa më e madhe që thonë dhe që akuzojnë tashmë Trumpi që ky është projekt rus, është projekt rus për arsye sepse në këtë pikat e Trumpit ka 2 nga 3 qëllimet kryesore politike për të cilat ka deklaruar politikisht udhëheqja e lartë ruse. Pra, 3 janë qëllimet kryesore. Ata kanë thënë, e para është denazifikimi, e dyta është demilitarizimi dhe e treta Ukraina jo në NATO. Dhe ka një pikë në këtë planin e Trumpit që thotë që NATO ndalon ekspansionin e saj dhe Ukraina nuk bëhet kurrë anëtare e NATO-s. Pra, kjo përputhet me pikën e rusëve. Pika e dytë ka një pikë të veçantë që thotë që të gjitha ideologjitë neonaziste, naziste, gjitha që bublojnë tash në Ukrainë, do të ndalen dhe do të zhduken edhe me ligj, pra, me gjithçka të veçantë. Edhe kjo ka të bëjë denazifikimi. Pra, kurse tjetra është demilitarizimi. 2 nga 3 pikat që rusët nuk i kanë lëvizur, po i kanë pasur dhe i qëndrojnë atyre, janë të dhe për këtë arsye tash që kjo është e rusë. Në realitet, rusët nuk përfitojnë asnjë gjë nga ky lloj Trumpi, nga ky lloj projekti që është afruar. Por, ata kanë zgjedhur një mënyrë diplomatike si përherë që thonë që plani i Trumpit ka bazë për diskutim, sepse ka këto 2 pika. Dhe duke qenë është memorandum, hajde e diskutojmë 6 muaj, 9 muaj, 1 vit sa duash, ndërkohë që këta vazhdojnë luftën. Pra nuk Shiko, më bëri përshtypje diçka. Shkruaj që ekonomia ruse është në stagnacion dhe rusët kanë shitur 282 ton arë nga rezerva sovrane. Jo, nuk qëndron, është për ekonominë ruse ka kohë që flitet në stagnacion. Është lajm i gënjeshtër, ka që 3 vjet i thonë në stagnacion, ajo për çdo vit ka rritje, çdo vit ka rritje 30% dhe plus që si mund të ketë në stagnacion një ekonomi e cila borxhin në GDP-s e ka 14%. Pra 14% është borxhi i brendshëm i Rusisë. Po, ndërkohë që gjitha Shtetet Bashkuara është 112. Po gjitha vendet e tjera, gjitha vendet e NATO-s, ku jemi edhe neve, qëndron mbi 76%. Neve po vendet e NATO-s, Italia këta e kanë të 140%. Po, jo, të them minimale është 76%. Po. Pra, ti kur ke në Rusi ke papunësia është 3%. Pra si mund të ketë stagnacion në një vend që papunësia është 3%? Në qartë. Si mund të ketë stagnacion në një vend ku ata për çdo vit kanë bërë rritje të shitjes të naftës dhe të gazit. Si ka stagnacion kur ata po bëjnë një tubacion të ri gazi që do të transportojë 2 miliard metër kub në vit në Kinë, pra. Është vërtet që janë, shiko, ne kemi lexuar shumë, lexuam edhe për gjyshen që helmoi një kompani, për rusët që sulen me sapata, me kuaj që po marrin programatorët e lavatrishëve se s'kan për raketa dhe këto kanë qenë të botuar në organe serioze, shtypi që ju themi neve serioze. Por ndoshta tashti në fund të luftës
mos ka diçka të vërtet, nisëm nga ky fakt, janë 3 vjet e gjysmë luftë. Jo, nuk ka asgjë të vërtet. Aktualisht ushtria ruse i ka bërë llogarit që përpara, pra duhet kemi një parasysh.